sa ma thënë që ke muzika e orë studio, falenderit trim që na bune dritë. Dëgjues të Radio Dugazhinit, të radios numër 1 në vend, me mrama dhe mirë se vini në orë studio me mu Fisionikun. Siç do të mërkure edhe këtë mërkure, jeni me mu nja 2 orë, kështë që boni gati. Kur do që në vetur, ju lutëm rrypin të vënëni, edhe safe drive, edhe knaquni. Enz, me neve edhe Enze, shoutout të DJ Enze. Shoutout edhe të kejtë ekipës tonë, Trimi, Denizit, atë që ma në fund nga ka ardhë, shoutout të Denizit, e kena dhe Ari re orë cunte. Enza, në lëshën një bazë? Okej. Para se me prezentu Mysafirët, si çdo herë dhe kësaj radhe, e kena kuriozitetin e natës. Shpresoj që është një kuriozitet që nuk e dini. Ka të bëjë me lojrat olimpike. Lojrat olimpike janë njohur si lojra sportive, mirë po në vitin 1992 në Barcelonë është hera e parë ku ka pas edhe performancë muzikore. Ndërsa artistja e parë që ka kënu në lojra olimpike është Sarah Brightman, e cila dhe i ka hap lojrat olimpike me këngën Amigos para siempre, që pi bjan dosta gjithmonë. Bros before no name. Pse kur zgjedh për lojra olimpike është se sot i kam 2 mysafirë, një mysafirë. Çfarë introduksioni? Është marrë me gjenealogjinë e emrit tim. Me neve është Olimpia, e bukur Olimpia, direkt nga Tirana, me autobus të 6-ve. Shën 6 mëngjesit vetëm ardhe emisioni i fisit. A imagjino sakrifisat që bëhet. Olimpia falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Ju që po na dëgjoni në radio nuk po e dini sa mirë produktet Olimpia se kështu dal pikerët e kështu të shoh televizorin. Të drejt ka fise. Gjithmonë, edhe me neve është njeriu pa emër. Përshëndetje. Njeriu pa emër me neve. Vllo, që ki jam, në atë më ka thënë? No name, emnin artistik, I go by the name of No Name. Emnin që ta ka... Emnin e shtetëror, po më në emnin e pasaportës. Emnin e pasaportës. Emrin e hallit. Si e ka nuk na e thot. Është pyetje për $1 milion. Kur njoftohesh në e fermë, e thunim No Name, ja? Zakonisht njoftona. Kështu hesh, o pëtem. Hesh dhe direkt në temë. Pa emër fare, që do. Pa lidhje. Jo, do i thoja që edhe mua me zor ma ka thënë, isha kështu, gjithkohës duke thënë no name. Edhe vesh një herë akum kalzu amin. Njerë ma ka thënë edhe me harrova. E kja harrua. Olimpia bre, po na... Jo, nuk e kam harru, po unë respektoj tani dëshirën e ti për qëndruar anonim nga emri ti real. Real. Është një fore shumë e mirë këtu në Kosovë, s'dija kene dhe ju. Hajde herë. Njoftohet një person me një voice, edhe i thot kër njën Faruki, ajo thot Edita, kër i thot Edite. Ajo ja tregon emnin Edita, jeve se se Edite. A mu po më intereson, për në me, kështë e kalun emnin Olimpia, shumë emnin ndokët vishteki. Në base në Shqipni, nuk e di. Edhe në Kosovë, maybe, nuk e di. Është emre rrallë jashtë edhe i ka ca njerëz. Babi. Babi ka pas shumë qejf mitologjinë greke. Kështu që prej asaj është fiksu dhe ma ka dhanë. A është kjo arsye që ti ka nësë të flashe? Fare! Do është arsye, në fakt unë i urrej su flashet. Do mbrasin gjithë njerëzit e me këtë që thashe, di po unë i urrej nuk u pëlqen fare, nuk e di pse njerëzit e hanë. This life për su flashe! This. Olimpia, kush po ta mund flakadonin? Zeus. Përshëndetje Zeus. Një përshëndetje për Zeusin tim. Për ndryshe Olimpia kam një edhe no name, kam një informat për juve. Okej. Këto të parën e ke gratis, mes po çdo shoutout që e përmenin ndonjë person është 5 euro. Oh, okay. Enzi është financieri jonë, është paraditë është financier. Me faturë apo me zez? Jo, be pa faturë. Faturë rrejtë. Se po do të me pagu. A vjen keq unë vetëm me faturë, ju lutem shumë. Vreshi e rregull. Jam shumë e rregull, jam një profesioniste e vërtet. Shumë interesant bashkëpunimi juve dëve. Kështu vetëm domethënë jeni të natyrës së ndryshme, jeni ndoshta
krejt persona të kundërta, është shumë interesant. Kundërt, ku e di ti? Ku Nga unë se ti. Pse të kundërt? Me qartë si këtë rrymën e pëlqejmë mirë. Rrymën po kështu mendoj me karaktere, nuk jeni. Pse? Në nemi është as emën s'ka njëre. Edhe unë kam emrin e babës, që ma vuni Olimpia, po të ma kështë e vu tazë. Kësë s'ka emën të e ki emrin special. Jo, për në me, qësh... Jo, unë mendoj që jemi njerëz kontrastesh, po jo të kundërt ose ndryshe, në atë sens. Mendoj që madje jemi marrë vesh shumë mirë dhe kemi shije shumë të përbashkëta, prandaj e kena bakët bashkëpunim. Plusi minusi, e ka ardhur kaq natyrshëm. Cili o minusi, cili o plusi. Nuk di ta them. Por sa atje para emisionit e bënët planin me kallëzu që shkordit e bashkëpunimit, qofse veç keni vendos për një storje, vazhdoni tregom le. Se i keshit një dy, se la po vëz më shumë. E bukra është që unë këtë këngën që bëm në bashkëpunim, unë kam 2 vite që e kam nxjerr. Domethënë është kënga im origjinale dhe e kam nxjerr në variantin tim origjinal, siç ka qenë. Dhe pastaj pasi bëra një EP që ishte pak e influenzuar nga ajo dhe ishte prap te këto rryma, jazz, bossa nova, swing, pak a shumë te këto vibes. No Name reached me sepse I pëlqeu shumë rryma dhe tha që hey, can we do something together? Apo jo. Edhe unë pata një ide që sa të presim me gjet një këngë të re me vonu, isha kështu. You know what? Pse të mos marrim direkt një nga këngët e mia që është më e pëlqyeshme nga njerëzit dhe e kanë shumë qef njerëzit dhe kam dhënë shumë qef dhe është ka kriju një lloj fanbase on its own. Pse të mos e bëjmë si refeature, siç e bëjnë dhe shumë artistë të tjerë, që të njëjtën këngë e nxjerrin me verse të ndryshme të artistëve të tjerë. Në shumë rrymë, në hip hop, në pop, domethënë e bëjnë gjithkohës. Kështu që kështu erdhi bashkëpunimi. Edhe më pak shpenzime, se veç koha nga gati. Është më shumë se shpenzime është koha, që është direkt, mund ta bësh direkt ajo gjë. Ke një ide, edhe ky direkt fjalët I rrjedhin lum, nuk vonoi direkt teksti kaq gati o zot. Mos e koha në lëmëre. Lumi. Amo të në nem. Lum zatnia. I përshëndesim gjithë lumat kudo që janë. Këm ka thonë që te I ke shkruar para. Ku jemër tigër. Kush e ka nxjerr këngën I pari, kuptohet. Do me thonë që të 2 disa e ka bu të ishta zhëllin, nga së flashët edhe ty. Ti s'ke thënë atë disin e parë fare, po litë mos e themi atë, se do na vrasim pastaj. U knaqëm të kesh, a? U knaqëm të u knaq. Kush ka kënë ajo këngëtare që ka bën? U knaqëm të u knaq. Ganimete Abazi, e përshëndesëm, 5 euro Ma mire, luj. Sa thënë se kom pa porë. Jena konë Big Brother bashkë me Ganimete. Vërtet, e knut këtë këngën? Jo që e kena knu, po e kena pos obligim të 5 minuta me knu. Apo aty në fakt ashtu është rregulli, po që këngëtar ke një këngë, vetëm knoje që t'janë nxishjes në njerëz. Mos po dhez jashtë. A din që në nejmi është I deqonit? Vërtet? A përshesi, është e vërtet. A din që dojnë qunave deqonit? Si I thojnë? Tigra. Pse? Nuk ishte dis? Jo, për një me, kalzena në nejmë se thojnë tigra. Po, muzika kryesisht kohëve të fundit është. U bo shumë tigreshke, ja? Muzika kohëve të fundit u bo shumë tigreshke. Tigreshke, Po mirë, tigreshke ka konotacion negativ apo pozitiv? Valoj visos bëllum që t'jol, t'kallëzën në vonë. Do e gjejmë along the way, okej. E kuptoj mirë. Amo për në me ju thujnë tigra. Shout të tigra të më të tigra. Po tigrat zakonisht janë bukur, të shumë se di se si janë. A pëlqen ma shumë tigri siberiana, kjo afrikan. Ai që është në zhdukje siberiane. Ka nga 2 buz, o pret ka xhamir, edhe për një me shumë po pëlqejet. Para se me performu, unë e kom vishë një pyetje për juve. 2 buza e bjen 2 buz, a buza e nalt edhe e poshtme? Është mbetet për t'u marrë nga audienca, sipas. Çdo njeri është I lirë me e kuptu si çka qef. Si çka qef. Sepse arti është subjektiv. 2 persona I bjen 4 buz. A është... Kënga, do të thënë, inspirimi vjen gjithmonë nga buzët e një gruaje, mendoj. Apo jo? Des për buzët e moshkujve. Si keni gjë? Diskriminuar. Allah bëni termin nesër mi fry buzë, 0.8. Si, dika dhe masë. Se këtë famë në thojnë vish filleri kena. Vish filer. Po, është, dhe që është...
Okej, dish po shkojna me performancën e parë No Name. Jo, vish pak. E para është se konga është e Olimpis. S'bën me ta përmend emrin e parë. Me neve live në Radio Dugazhini Or Studio Olympia featuring No Name 2 buz apo 4 buz, nuk I dihet. Let's go. Ti po mren men si kur një kong refren. Je kam ren men e po jeton free ran. S'menoj me nzo me lek si jeti si këto në trek. Veç si ju si djus mi kur vjen t'inglon si jazz. Jo në proces të emocione po këndoj si saxofon. Prure rhythm back në zamën ta me drum roll. Mos im gjanje control, I feel the highest in the room. Jetu groove si kur bluesi, not i zuzi boost, hajde foli. Besum nas si t'bom bash, we rock and roll it. Fjallë s'nolim kur as një her. Vesh një noti ama jep ma si që t'foli me merr vesh a be the best në këtë mes. Emrin ton se shëmenoj me harru. Sa herë kujtoj abata badu. Jom për ty ti je për mu e dën të du. Ej, se my man. My man. My man. Të dy buz të my man. Sweet Jane, se kishte dranë, mendin ka shumë për një fjallë, mos ki frik me hop, se të në mone që me thonë. Hajde folim. Se më të telefonin, se më të telefonin, emrin të të vajemën, I talk to both in my side. My man, my man, my man si më kone friend. My man, my man, my man si më kone friend. Steaming and smoking like never before. There with people you don't really know. Leave shit, come at the top, 'cause I have things that I want to explore. My man si më kone friend. My man si më kone friend. Come on. My man, my man, my man si më kone friend. My man, normal që tiri non stop. Normal që tiri e pra. My man. My man, my man si më kone friend. My man. My man, my man, my man si më kone friend. My man, my man, my man si më kone friend. My man, my man, my man si më kone friend. My man, my man, my man si më kone friend. My man, my man, my man si më kone friend. Hey. I'm bad. Ato dy Ej, 2 buz Olympia No Name live në Radio Dugazhini Or Studio. Olympia u tërbove pa ka fundi që atje. Elsova. U futa në gjendje, prandaj. Ej, kjo super konga, shumë Thank nice. you. Se nuk I keni bo videoklip të konga? Po, sa I kena nxjerr, ka qenë dëshira vetëm me nxjerr në të drejtën, na ka pëlqyer shumë dhe nuk është e thënë që s'mund t'i bëjmë një klip. Anyway. Yeah. Ku pe din që sot u bon? Që. No name, please, mos në nxjerr gjitha tani. Të kjo intervista. Aja lojna në jamën për sot, nuk për thirëm no name. Hajde. Ylber, aja thënë. Servet. 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 Nuk e di nga nxora, mos. Servet. 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 Serveti. A besyza do më najtë në misiona? E unë qona, si. E ka stilin ashtu, mos ja prikni. Jo. Penguci se me një emision e kanë shtime i heksyzat gjënojt. Ylberin, ma kanë lëndu Ylberin. Servetin tonë. Po që bane për nej, gjujt e grusht që tanë mi... Qa bone një merë kalzëna, live. O kona e në moment, para shumë në këtë intervista që i kom bo, edhe që vazhdoj me bo me syza, se kom qef me bo moderatorët me vetë, pse i ki qitë qëto syza. Jo, përnaj sajnë, jo, sinqeret, vish I bëj për shkak se kom qefë. Po pra pash. Why not? Edhe ke pyetja ashtu, a vëden po më në moment fundit para se me dol
në kamera, tha duhet mi hek për shkak se ç'është ndryshimi i tri pasenën. Para ma tregim se është një artist që nuk e hek syzat kur. Kur s'ja ka posyt dhe i shtash. Ka artist Shumë që se në jo diçka me thonë shumë e rëndësishme syzat pse i heke, pse i Shiko, mund të jetë edhe pjesë e brandit tënd personal, që ai artisti dela shumë. Po thuaj që po do me shit syza. Jo, brandit të si artist, që brandit, like your own personal brand si artist. Si artist. Brandi jo si no name. This guy, this cool guy me syze. Nuk i heq kur. No name with glasses. Me lonan. Pa emër me syza. Pa emër po me syza. Edhe logoja doli. I bënëm krejt. Gjitha. Me shë një nusëm të gjetë. Nusë të gjem ty njëherë. Po. Në story kom në shit. Se Olimpia ketë me një story për kryke. E kena, qa kena. Është shumë interesant për ty Olimpia, se e kini super zo, po në fillim në skenë nuk e hise këngëtara, e ko në pjesë me Ermal Mamaqin me Dzing. Po si këngëtare kam qenë aty. Po si këngëtare e kon, po e kon pak se thjesht kena qenë edhe, domethënë kam kanë pjesë sketcheve, bënim gaktrim, po, bënim shumë gjëra, domethënë aty. Ishim pjesë e reklamave, sketcheve, marketingut, imazh, madje kam bërë dhe hostess disa herë. Po, kështu që pas ke qenë Çel 13. Vallai po. Të bëj gjitha. Prej që ati momente, asnjëherë nuk je dalë me ndaj televizion, kështu si moderatore, apo? Jo, kam dalë. Po me ndaj kështu të me udhëheq diçka. Jo, kam dalë me udhëheq. A ke qenë, Po, kam qenë. Kam kanë të një emision mëngjesit. Po që sa kohë ka qenë te RTV Ora, ka qenë. Ka qenë direkt masi ika prej aty, mandej na u shkputa nga bëra edhe një emision, ishte me aktrim në Top Channel, mandej u shkputa, sepse ju fokusova më shumë qëllimeve të mia vërtet të muzikës, a? Po, të vëdhajet, më thëmë, punova shumë me muzikën dhe do kohën e vetë. A ishte kjo arsyeja që nuk u morë me moderim, është që nështë të fokusohesh në muzikë, edhe pse nuk në farë mënyrë shkëm pak lezëm, nuk është që jep zërë shumë, me sa kom pa, kështë hedha ty këtu një projekt, dy, adin, nuk është që... Po jo, ka forma të ndryshme si përfshihesh. Nuk përfshiva, domethënë ishte një fazë që unë vetëm po provoja gjithçka të ndryshme. Ju futa dhe aktrimit, ishte një periudhë që bëra disa filma, me muzikë gjithashtu, projekte të tjera që s'kan lidhje me asnjërin. Kështu që isha duke provuar gjithçka, sepse më pëlqen me provu sa më shumë gjëra, dhe eksperienca të reja. Dhe tani jam fokusuar shumë tek muzika, dhe po mësoj vetë edhe produksion, edhe kompozim, edhe piano, që ti prodhoj gjëra. Volmir, na u ka prirë që këllë luster, Olimpia. Anë ti e gotë. Dhe televizioni aty është pret, domethënë ndërsa muzika dhe ajo që ke vërtet pasion, për atë duhet me punu shumë fort për t'ja dalë ashtu siç ta. Po mirë që përmene pjesën e eksperimentimit, se së fundi e ke bën një show kabaret style në Tiranë. Spjego ma pak idenë, ku të ka ardhur ideja edhe pak sfidat që edhe sa u prit. Po, patjetër. Ajo në fakt është një ide që kam vite që dua ta bëj, po u kristalizua si koncept me këto këngët e mia të fundit, që kishin tek këto një karakter të caktuar, një rrymë, jazz, swing etj. Dhe doja që se unë mendoj që mungon shumë këtu vërdall në Shqipëri dhe në Kosovë, mendoj që mungon shumë performanca si performancë, se këngëtar kemi plot apo jo. Po ideja është të bëj një performancë me sjell një lloj historie përmes skenës. Çfarë do të thotë, në çdo detaj, mënyra si e kuron skenën, ana teatrale që përdor, edhe regjia, dritat, çdo gjë, koncepti që i përmbledh gjitha këngët, që nga fillimi i setit deri tek fundi. Edhe unë kisha bërë dhe pjesës a këngësh, filmash, domethënë që i lidheja këngët midis tyre. Pra doja që të ishte vërtet si një lloj kind of musical, jo thjesht një live tipik me këngët e tua dhe kaq. Edhe ishte gjithashtu të guzimshme sepse ishin vetëm këngët e mia origjinale. Që s'është atë që i dinin gjithë njerëzit që ishin aty. Se ishin këngë që janë hedhur kështu sporadikisht para një viti, një është elektronike, një është drill, një është ku diun drum and bass. Një trap. Një është kam dhe një trap. A më ishte amazing kështu, kishte shumë njerëz edhe ishin jo kishte vërtet edhe sepse kishte kuriozitet, nga që njerëzit në Shqipëri më njohin. Ca nga media, ca nga dhe ishin grupe që më njohin nga burime të ndryshme, që kishin ardhur po çfarë po bën këtë shi.
Yes, edhe në fund fare ishte shumë nice sepse i thash dhe No Name-it që do vishit bëjmë një surprise Servetit. guest. O zot do të ngeli kështu, I'm so sorry. Serveti ma bëri këtë nder të madh. Dhe erdhi për mua dhe pasi e kisha domethënë kënduar këngën dy buzë, aty nga mesi setit, në fund fare i gënjyra njerëzit që mbaroi dhe kur ata kërkuan edhe një, we were like, okay. No Name, ju lutem, do vini pak në kasë, jeni të lutur të vini këtu. Edhe erdhi. Ka tu që s'po dalhesh. Para më në të shku ata. Të lovë kanë pritë shumë. Ta kesh bo më falë vëlla një herë tjetër. Sikur s'pa më bëhet. E qështu do këty njëre? Qështë e kthejva me ty të folë se të Kosovës? Se si po flisë deri tash. Me ty folja se e di Roma. Unë s'njeva në ndryshim për veti. Këtë tjetër po do këtë tash. Qa tha? Qa bone servet. Qështu do kabareja? Shumë koncepti krejtë performancës edhe organizimit të konë shumë profesional. Pi Olimpijës edhe pi ekipës sojna. Pa tjetër edhe pjesa e ekipës që kanë lujt, dramerat e ato. Po, banda është absolutisht. Në konë shumë profesionista që o konë te për knatësi me punu me ta, sinqerisht për shkak të nivelit të standardit që ata mushin me prezentu dhe me koordinu dhe o konë te për nice më ka pëlqy se nuk o konë qashtu që tha dhe pak ma ndrysh, së konë vesh një po mbledhna që aty edhe pilqoj do konë ose pi performoj, po konë koncept komplet i organizumi, mirë organizum ashtu edhe Olimpia detajistë është njëre. Po, absolut, edhe kjo Jam. Po më nuk është që me qatë... E sëmur. Edhe prap kisha shumë pak kënaqësi edhe po sa herë që e mërzitesha vetë duke thënë për gjëra që nuk shkuan mirë dhe nuk fokusohesha te fjalët e mira, po vetëm te problemet që ishin fjalë vet. Paktën them e kisha kështu si provë, dhe te dyti, te treti, aty do bëhet. Ja, sa herë kena performu kongën kështu si warm-up që kena po me këshyrë qaponinjet mirë, ndryqimin, sanet, ato, veshja, të nga dhe prezentimi deri te une. Dhe realisht... Momenti me audiencën që shemojke në kontakt që është edhe aftësi më kone MC. I mojke në qelë, aftësi më kone... Aden, kontaktin... Gjithkohës mezë. Në kontakt. Isha kështu fol me ta, fol, bëj muhabet. Fol me ta, komuniko... Më do këtë edhe ju ka shku në për tavelina si ndorë ma gëzuar. Që ja fol. Olimpia... Jo te kjo shfaqe. Jo te kjo. Tjetër është ajo. Është tjetër lloj shaqet ajo. Por që jo, vërtet ka dalë nga performancat më të bukura, për të mos thënë, ndoshta edhe më e bukura sepse njerëzit nuk e prisnin fare, ishte edhe mbyllja dhe të gjithë kanë qenë super të impresionuar sa nice No Name, sa bukur dueti me atë reperin kosovar, ishin kështu super impressed, domethënë të gjithë. Edhe mezi çfarë pres me ballë një tjetër. E so kështu të vetë, a kështë buna një në Kosovë? Po, me shumë qef. Është plani im që me e ba, po dua ta pjek akoma më mirë si shfaqje, se dua të shtoj edhe këngë të tjera, dua ta bëj tamam shumë të fortë dhe të lidhur mirë dhe dua të vi dhe në Kosovë. Pse jo dhe në Maqedoni? Veriut. So, Olimpia, e shkruan tekstet e tua vet? Yes. E shkruan vet, a? Po. No Name? Jo, unë mi shkruan... My ghostwriter. Mi shkruan holla. Okej, e kena pjesën e performancës e dytë, pjalojna për parsinë Olimpjes. Faleminderit. Çdo ditë dhe çdo natë. A jena gati, DJ Enz? Gati. Live në Radio Dugazhini, Or Studio Olimpia Smojlaj, nga Tirana në Prishtinë, çdo ditë e çdo natë. Let's go. Që unë i tem zadat Kos jam koskaj e ka diçka që mnal E që me ty u rezatoj nga shlak Qdati qdo nat, qdati qdo nat Qdati qdo nat Ti më thua dhe që s'dale ma sonat
veç me dy unë rezotoja gjelar. Studies the night, studies the night, studies the night. Ama e di që zemrën të marr, edhe kur purpose e kam, e di që tana për ty I jap, për askën tjetër më nuk jam. Ama e di që zemrën të marr, edhe kur purpose e kam, e di që tana për ty I jap, për askën tjetër më nuk jam. Studies the night, studies the night, two against the world, forever we ride. Studies the night, studies the night, two against the world, forever we ride. Ma di që zemrën të marr, edhe kur purpose e kam, e di që tana për ty I jap, për askën tjetër më nuk jam. Ma di që zemrën të marr, edhe kur purpose e kam, e di që tana për ty I jap, për askën tjetër më nuk jam. Unë e di që ty zemrën të marr, edhe kur purpose e kam. Ej, çdo ditë, çdo natë Olimpia. Fantastike. Shumë e Faleminderit shumë Cuna. e ka në nejmë zonin Zajski. Zeski. I like that. Yeah. Zajski. 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 E ka zonën në Tesha kat. Kështë e qash të të një. Cuna ma përktheni çiko burri dhe. Do ta kena më të e vokabularin kur të nisë. Yes, e dua një tani se është dije, kulturë, slangu. Ta pasuroj. Në nejmë, Yes. për një me Olimpia ka zonën e mirë. Absolut, bro. Yeah, Fantastike, shumë edhe zonën elegante ko. Elegant, po, fix. S'm kemi mi gjuh tuk nu rock. Edhe roki. Po dhu që rock e ki zonën, Oh, it's different. it's different. Yeah. Po. Në nejmë po më intereson për ty pak, në fillem e konë me Adionin, keni bu kongë bashk. E një konë grup në hera, vish keni bu kongë bashk. Jo, une fillimet e mia, realisht, nuk kem konë me Adionin. Adioni ka ardhe të kryesisht në periudhën 2020, mas pandemis në isen që ashtu ma shumë kena fillu me bashkëpunu. Fillimet e mia jem konë kryesisht me Nepstorin, me Arbrin, që po du mja bu shara 5 euro. 5 euro, po. Bënet shkruna. Ora u pasuruk. Sa sharave. Ka dalë Olimpia se vish 5 euro, vish një herë. Vish një herë. Ja, i kom 2-3 veti. Po bankojnë për video. Po na pasuroj, na I kush jete. Edhe, po, realisht, une, fillimet e mija jem konë me Nepstorin, dhe masane kena pas një grup bashk me Zhita Juniorin, edhe Joden, Dardonin. Kena pas një grup, Dream No More, masane masi se cili I ka ndodhë për shkak të arsyeve të veta, se cili rrugët e veta, unë kom vazhdu vetë, veç me Arbin të punu në sensin si menager, si bashkëpunëtor I jemi, si ekip, me producentat ndryshëm, normal, shëshni teme si Durs Shahin e këta, dërsa Adi ka ardhe mas periudhës pandemis, kur realisht kena fillu me bashkëpunu ma shumë, për shkak se o konë edhe një djali talentum, I ri, edhe producent shumë I mirë. Edhe keni pas një konë ka gjatë të dhesta, Todo Nada. Po, Todo Nada. Edhe në ashtë që I keni pas flëk 2 gotë, flëk të Po, gota. kena shku shumë nice kështu, kena shku nice, na e patëm nisë realisht në për do festivali ku unë vish e kisha një
një rjet paka shumë të njerëzve dhe të koncerteve që ty në të festivaleve po foli, jo klub se kësi sene, edhe realisht në qatë periudhë vese patëm shti një farë forme edhe Adin që me shku me ardhë në qato performanca bashk, të fillu një herë si bashk performus me mu, të na ka fillu edhe Adi masanej vese rrugtimin e ti vetë, që tash është të i heq. Tash je solo njëre, ja? Po, unë realisht solo më konë gjithë me Adin, veç kena bo, dhe më thonë, disa bashkëpunime Kong, po realisht, we still Adin cool, ja dojnë atë mirë njëni tjetrit edhe qaj është... Suksesën në firma VIP, pëse s'hinë më rëte? Me thonë drejta nuk është që s'kisha pas. O nëse shahi se tut në pilëve. Kësha ik. Po me nej pikozve, jo njerëzve mrena aty. Jo, me thonë drejta Mendoja se të na sjellten logjikisht. Kafshët janë si shpirt. Nuk e di. A kështë hi njëre, jo? Në qëtë që mi thonë sezon që është të umoj që kjo, po kësha pas shef, sidomos me këtë... Për mozën. Për mozën, kësha pas shef. Po pëlqen moza njëre, jo? Po më pëlqen shumë, që është e ndërtu me si njëri, unë personalisht nuk e njo, unë tash po e njo, po mu më pëlqej njerëzi që kanë qasi artikulimi edhe qasi mendime, edhe për mu është, unë e vlerësoj. Unë e se njo, po thomë personalisht, pe asoj që e kom po deri tash, është e vetëmja nashta që më ka shti ta mën me ndëgju që ato thonë edhe që ato folë. Është njëri aty me As kom po njëri ma të pjekon pej do më thonë, që një kodë gatë. Pa, moza është poete, është grua e kulturuar, është intelektuale. Ama Olimpia me bu me hikë aty do të me kallëzu emnin. E pra, si do ja bëj? Okay. Servet do I themi ne. Servet do I themi. Edhe po futet do have fan base. Servet my baby. Servet fan. My love fan page. Servet, a jena goti me performancën DJ Enz No Name live në Radio Dugazhini. AKA Fjall. Servet. Realisht e ka emrin Ylber. vokabular, kjo kong. Vokabular. Breathing exercises before? Diaphragm? DJ Enz, let's go, vokabular. Hit it, No Name. Hajde. 1, 2, 3, 4, 5. DJ Enzo on the deck. Enzo Ferrari. Ra! Ej. Ej. Fjall. Këta në veç fjall. Se, kur gjo ma tepër se vokabular, kur më shem bit veç pëthuj, djali I thtar në këtë lojnë me fjall, kjo gojë cirkular, am qapin these bars, kom në artin në faja për në peshtar. Ma flow o bizara, go hardi pa thym qa e pështyu në flak dhe këtë ryme për qoj si në trifaz, ku I zi me një sol, sta si din kësi këtë sasu një killing këtë stas. Qeni bret sash të nëzej më atmosferë si me konë mu I shtat gjys njeri pejnë qaf për pjetë kry shtaz kapi val katë këthena thu si jam celular. Oj sweetheart, këta I shkeli letë si me Reeboks, heci unë si kërë njeri G-Class, prezident shpit bardh, flajen e në shpit bardh. Këta e në veç fjall, këta e në veç fjall, këta e në veç shka, këta e në veç shka, këta e në veç fjall, këta e në veç fjall, këta e në veç shka, këta e në veç shka, sej, kur gjo ma tepër se vokabular, su në gjo një ma drash këtë s'kena shmat ma to het si ten, kur të shkelin asfalt, edhe vnoj standard 3 për këtë hip hop, që shre po bash mira su në bonas AI, so special të reshman pa vlak, kur të shfaq që zgos që me kon qak ma, edhe më gjej nër tok si ku naft arab, to oqa bastard shkoj, halo akab, slogani no name, fisteki filoni, jo monix personi, e ke epsiloni, se këto jonë veç fjall. So this song is about veç fjall. Këtë dina me bo veç fjall. Këta në veç fjall. No Name, vokabular apo fjall. Në ranove stazën për ka? Se di, nice është kështu si projekt, më pëlqen shumë.
Loved it, ishte shumë e thank you. rënd, I loved, shumë pezante, më pëlqeu Thank shumë. you, Edhe pak thank dark, I Thank love you. that. Dark chocolate. Bravo. Chocolate. Dark si çokolad. Ja, e errët, më pëlqen kur është e errët. Po du në qëtë projekt sick. me faleminderit Olimpia, faleminderit Fis. A mos e pas ka ngu më herët. Nuk e kisha një choice, I'm so sorry. Të vjetë turp. Realisht ja kom dërgu një pi projekteve që e kom favorite të një mini albumi që jom të e punu me producentin Nart Kilmendi, po du me Sharam. Shkoj edhe një peshe. Unë që shtu të napucitit. Sa jam 10 euro me. 10, ja. 10, mirë. Mrena buxhetit akoma. Shumë cool. Edhe s'po du me shku pa përshëndetën me tonë në Nortin, absolut, se është të punu shumë këtë projekte edhe e falenderoj shumë për bashkëpunimin që jena të e bo, është të i produs instrumentalat, edhe është të i mix. Edhe ja kum lon realisht komplet në dorë që mini album me 5 kong. Do me thirr EP, a veç me një album? Besoj si EP për shkak se është extended play, adin është, nuk është long play. Kështu që EP, halo emnin, i kom do ideja, po halo se kom vendos, po me nëzjem të prit me... Vëja serve. Po, serve. Serve. It's a serve. Edhe coveri në sert voleybollit. Serve. You got served. Yeah, but it's... Olimpia bash... Killing it. Me nejsha një dët, nejse notu kon, me nejsha për ty. Jo, për në me... Je një person që shumë letë kështë mujt me hi për shembull në Big Brother ose në Ferm, po besoj që të kanë thirrë, se... Pa. Yeah, me 100 herë. Pa. Mjaftues. Po, edhe shumë duket interesante që nuk je fut asnjëherë. Pse? Po nuk e di, edhe njerëzit madje gjithmonë këtë më thonë që ua ti do ishe fix aty, nuk e di pse thonë këtë, ose që do të dilja mirë apo ku diun se çfarë mendojnë. Nuk mendoj që është formati im. Mendoj që do mërzitesha shpejt, nuk mendoj që do duroja dot atë izolimin aty, se unë mërzitem, po të më përsëritet rutina ime ditës 2 ditë rresht, mërzitem direkt. Jo më të jem e mbyllur në një mjedis me disa njerëz që edhe nuk i njeh apo jo se s'bëni ke zgjedhur të jenë me ty. Kështu që nuk e di, nuk mendoj që është format për mua, vetëm për këtë. Ka në gjas në me të pa me në format të tillë? Mua vjen natë, pse janë fiksuar me këtë lloj format reality? Ka lloj gjëra që mund të bësh. Domethënë mund të bësh me në showcase talentesh, mund të bësh, se unë për shembull nëse kanë se më kujtua, nëse kanë një unë nuk shoh reality shows. Okej. Nuk shoh. Nuk e përcjell, a? Jo, asnjë lloj. I vetmi që mund ta konsideroj, domethënë të pranueshëm është një, nuk e di a keni dëgjuar për RuPaul Drag Race. Jo, janë drag queens që they compete. Po ata nuk është full reality, sepse nuk rrin të mbyllur në një vend të kështu. Thjesht ata kanë sfida të ndryshme ku showcase-in talentet e tyre që janë në aktrim, në kërcim, në balet, në poezi, në media, në gjithçka. Edhe këtë çështje. Dhe unë mendoj që po të bëjë një format i tillë dhe këtu që ti, domethënë konkurron me njerëz të tjerë dhe vën përballë aftësitë tua që ke në fusha të ndryshme, mbase do ishte pak më interesante dhe mbase aty do e provoja veten. Po më ndajt thjesht në një rreth me ballogje fushë dhe mali. Me hunger book edhe me hunger book dhe mu përla, bravo. Tash për mua nuk më duket fare sfiduese. Unë këtë gjë nuk e bëj as në jetën time reale. Pse do dal ta bëj në kamera për të shit për një televizion? Why? Yeah. Nuk do e bëja, jo. S'm duket fare. Gjithmonë e ke përputhur. Si opsion të dytë. E përmeni No Name EP-n, ti sa ke qit një EP, ja? Me 3 kongë. Po, do të thënë u bën ca muaj, këtë verën që shkoj. Verën që shkoj. Fund vere, po. Pse EP, pse shumica artista po shkojnë në këtë lloj formati, nuk po bëjnë album? A është ndoshta diçka pak më e lehtë, më easy, cila është arsyeja? Po, ajo është një nga arsyet, është dhe fakti që, domethënë, investimi në kohë, në nerva, në para që të merr një album është shumë i madh.
Edhe duhet të matesh mirë. Po edhe koha unë gjithmonë e ka imagjinu pak një idealiste, si që mbylleshin dikur, ku di unë Metallica apo Prince apo Michael, që mbyllen kështu, mund të jesh në një ishull aty, ose The Beatles duket ta mbyllin në një ishull dhe kanë 6 muaj aty derisa kanë nxjerr albumin. Unë mendoj që kështu bëhet albumi. Mos bësh asnjë gjë në jetën tënde, të fokusosh, të jetosh, të bridhesh, të itësh, të hash, ti bësh gjitha proceset në studio. Ne i thojmë hapërre. Hapërre, këndo, shkruaj, ti bësh gjitha të ngelësh aty, të jetosh në studio, të frimosh në studio. Unë kështu imagjinoj. Domethënë, idealisht. Pra, do shumë kohë dhe do shumë përkushtim për ta bërë fulli. Po e kam shumë dëshirë, është kështu, like a dream me bën një album. Realisht. Ndërsa EP që thua ti është vërtet zgjidhje shumë e lehtë sepse zëm ke një koncept, edhe ke këtë koncept të shtrirë me 3-4 këngë, je shumë okay, mund t'i nxjerrësh. Dhe mbasi më mirë është nxjerrësh 3-4 EP në një distancë jo shumë të gjatë nga njëra tjetra, të largët, se sa të presësh vite me radhë derisa të puqet truri jot dhe mundësitë e tjera. Mund fel 6 muaj. Ku inspirohesh për me shkruaj teksta, ki kështu ndaj vend si Beatlesat, ndaj plozh, ndaj ku i shkruan? Po varet ndonjëherë në banjo. Ishte vetëm batut. Banjo vini det, nuk shkruhet. Në banjo krejt i det më të mirë atë vjen. Banjo është vendi më i rëndësishëm për barkun. Ore, është vendi, unë nuk e di kur njerëzit nuk kushtojnë rëndësi banjos. Banjo duhet të jetë shumë e mirë. E vërtetë? Sepse është vendi më i paqët për ty. Ti bën gjithçka aty. E vërtetë. Kështu që duhet të jetë shumë i rëndësishëm. Por për të mos folur për banjon më gjatë. Nuk e di, pëlqen me lviz shumë. Edhe shpesh herë për shembull, kur kam ndaj blok artistik, bllokim domethënë, në këtë sens, ikin Shkodër, më thënë drejtën, në vendlindje, te shtëpia e prindve. Është ka, nuk e di, kap në perëndim aty edhe pse si të vinë më një fjalë. Sa mirë. Vetë, do të kap një ndjesi shumë nostalgjike për gjithçka që kam kaluar më përpara aty, fëmijërinë time, njerëzit që si kam. Edhe kështu të lindin ide, edhe rikthehet edhe një frymëzimi. A ki menaxher? Jo, nuk kam. Nuk je, domethënë gjitha i bën vetë, a? Po, në fiksi artisti independent, që i bën gjitha vetë, besoj edhe... Edhe no name, edhe no name, apo jo? Po, bro. Po, une kryesisht vetë jam, po halo, domethënë bashkëpunojna me Arben, që është absolut muj mi thonë që është menaxher në drejtimin edhe në zhvillimin tim artistik ndër vite, për shkak se nuk është vetëm me mua, ka punuar edhe me Odin, ka punuar me shumë artista, ka bashkëpunuar, realisht ka co-kriju artistin. Okay. E pas ke branji. E pas ke të bëna rranë. Se du jo në momenti, kështu. Amo Olimpia është e kushtueshme muzika, kështu të folëm seriozisht. Është. Për me nxjerr një klip, një këngë, Po. Edhe pse tash këto digital money janë bo një këngë në sa në mirë për artista, se po mundesh me fitu edhe prej Spotify edhe prej. Po, nuk është se fiton një gjë të madhe nga Spotify, më thënë drejtën. Vetëm që fiton nga Spotify. Po për një gold. Nga Spotify. Jo, e disi është të më thënë, njeriu duhet me tentu gjithmonë të live, më thënë drejtën. Performanca live, ajo është. Edhe jashtë madje shumicën nuk i bëjnë me Spotify. Disa shumë biliona views do të kesh të marrësh një shumë konsiderueshme, nuk është ndonjë gjë. Gjithë lekun që e nxjerrin dhe revenues i nxjerrin nga performancat live, nga koncertet, nga merch etj. Po, edhe në Shqipëri, I think me këtë gjë mund ta bësh, me live, në performancën live. Të shumë ja rëndësi. Dhe ka treg. Live-it, domethënë. Po. Ki shumë shef me knu live, me kallzu, domethënë. Po, edhe madje një periudhë shkputa, kur shkputa edhe nga televizioni, shkputa edhe nga live-i, sepse po fokusohesha me kriju, se të kapi çik dhe rrjedha e live-it. Domethënë, po fillova bëra shumë live around, shkputesh mandej nga studioja, shkputesh nga frymëzimi se të kap rrjedha e punës. Do të më gjet një balancë, nga njëherë është e vështirë me gjet. Por që kjo është, duhet me punu. Përsun ta që është balancën. E kam gjetë balancën. Unë mendoj që balanca është çelësi i suksesit në çdo gjë. Kështu që dhe dua shumë balancën. E dojmë të gjithë balancën. Vërtet, e realizoni të gjithë balancën? Me këto fjalë miradije për balancën, shkojna me performancën e Olimpias, që quhet balanca, jo. Eja me mua, është kënga e radhës, apo? Natten efter rätt
Shpirti do me bëm, fati din që sjell dhurat për ne. Veshjen e kam gjet, ftyrën e kam vet, me pushtoj qytet, jam gati për ne. Whisky me pi, swing du me ni, zani im ty po të thirr. Whisky me pi, swing du me ni, zani im ty po të thirr. Eja, 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 me mu eja, 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 me mu dume, tregu sa shumë zaren. Eja, 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 me mu eja, 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 me mu dume, tregu sa shumë zaren të du. Zemra të du, zemra të du. Na duhet një whisky për këtë këngën tani. Njerëzi e flet, për ti mos u veç, veç e ki që shet, gjithmonë s'doven. Tonë s'jam e sinqert, po veç n'gjitëm s'ker, e dyftoj kush jam vëtjer. Whisky me pi, swing du me ni, zani im ty po të thirr. Whisky me pi, swing du me ni, zani im ty po të thirr. Eja, 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 me mu eja, 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 me mu dume, tregu sa shumë zemrën. Eja, 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 me mu eja, 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 me mu dume, tregu sa shumë zemrën të du. Bacezela. Zemrën të du, në dëmbon, Boulevard kalon për qeshon bash. Zemrën të du, zemrën të du. Jazz club, whiskey, bass du me ni, her du që si her I love to party. Scattering vibrato the swing, scattering vibrato the swing. Jazz club, whiskey, bass du me ni, her du që si her I love to party. Scattering vibrato the swing, scattering vibrato the swing. Ai, 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 ai. Swing Ja, it, ja, baby! ja. Ja, Coco Jumbo, ja, je. Ai. A një vëzhi që të sen? Apeta? Po e një vazhi, po. Që kjo konseni por, dhe më thonë që unë realisht i pa da shkru kër e këm, se unë i këm dëgju dhe sene tjera, normal të Olimpjes, po qëta kër e këm ngu, o konë që më ka Është shumë e vërtet. Kur doli kjo me klip që doli, po, fix fare. Dhe më shkrujti. Kjo është e konga që të bëri të dashurosh në vokalin e Absolut, Olimpjes. në vokalin, stilin, mënyrën që prezantoj ke vetën artistikisht, edhe shumë u përputhke me performancë soj, me prezentim soj, gjithçka. Edhe më ka me të ashtu pikë që të sen nuk mujta me bo adin remix ashtu, se realisht që ta kisha qef. E di këtë kishe, po nuk e di mënyra se si u full, sepse kjo është e bukura, në nemi më nisi dy variante, domethënë për secila nga këngët, dhe ne direkt nuk e di. Ishte kështu love at first hearing te dy buzë, mënyra si ishte fut, edhe teksti po ishte komplet flow-i, i shkonte jashtëzakonisht. Dy buzë vetë. Edhe kjo tani na zgjedhi dy buzë versionin që se unë ja dërgova një version për dy buzë, edhe një version për Eja me mu, që të projektin që e ngu shtash. Realisht po mdoket të pas ke pas qaf më shumë këtë tjetrën, a? Jo, realisht We can still do it.
Doshta më veta, do të thonë kjo që nuk bëni projekte në të ardhmen, ndoshta afat keni më bëu. Sigurisht, është diçka origjinale. Sa do jeni përshtat shumë mirë me zonë. Diçka origjinale, po pra edhe mua më ka pëlqyer shumë. Ka shkruar gjithçka. Edhe më pëlqen shumë edhe me kombinu, do të thonë dialektin e Kosovës me dialektin shkodran. Yes. It's very nice. Sounds geg dhe tos vokalit. Geg dhe geg inshallah. Shkodran tash në dialektin shkodran. Dhe gjithashtu ishte, dëgjove Vaçezelën, se e kena samplut, lutem shumë tash. Një shout out për Vaçezelën, 5 euro në xhepin tim sepse edhe ajo nuk është. Ja, Vaçezelën nuk pa pore ko Vaçezelën. Shout out të Vaçezela. Edhe një pime janë mos na shkruaj kështu. Në nejmë të humor kove të fundit edhe me AI shumë. Jetu bu, ke albumin e fundit e ke bu krejt me AI, ja? Albumin e fundit që e kom publiku është komplet me AI. Masi tash vesh krejt janë të e përdor me një suno aplikacion. Po tash o doll... Mos si bëj reklam. Te vrashton përdorim ka i. Jo, a ditë së bosh, as s'ki më që i bën as reklam, si këto e kanë marrë vesh krejt ashtu edhe shumë për përdorim. Po qatë periudhë, veç sa e pata mone posh edhe e bleva dhe po ta qosje të fillë në të. Edhe nuk e diçka me thonë, e qmim në isani madha dhe në ashtu për pak pore ke më dha qosje në shumë. Po dhe edhe kure posh me thonë drejten u pat bu një periudhë se nuk mu isha me fasionu vetën muzikalisht. S'mu isha me dojnë qatë pikse, nuk ish më pyjtja as naj beat ose naj lyrics ose naj sample. Përgjësi muzikalisht edhe që aboni AI ke sikur një njëri shumë i shkollum në muzik, me një 4-5 vetë tjerë për rreth, dhe të kompozu muzik, qasi qasje t'jep ke shumë shpejt. Edhe që ajo konë albumi jam i parë edhe i fundit me AI. S'do me bo mua? Jo, nuk ka me bo mua. Muj me bo kombinime me diçka me AI, për shambull, po sot avansohet edhe pak, besoj që ka mu avansu shumë alo ma shumë, tash ka ndryshu krejt alo ma shumë, po besoj si krejt AI, që ajo është kone para, albumi para dhe i fundit, edhe ripërpunimi kongëve të vjetra. Në farë dhe kësë provu vetën në qëto, po ndohet. Skated, da. A dy qysh? Çfarë menimi ki për AI, Olimpia? është tool, si çdo gjë tjetër, po kaq, nothing more. Do të thënë, në fundet je ti artiste, je ti koka dhe ti duhet krijosh. Dhe realisht bile un kam provu, kam testuar sunën normale, si gjithë artistët do të provojmë gjithçka vetëm me pa how it sounds, ç'a bën. Edhe vjen një pikë që është shumë, do të thënë, gjëja që nxjerr është shumë pa shpirt, është shumë gjenerike, më thënë drejtën. Dhe nëse e merr atë, e merr atë shabllon, siç e bëjnë disa njerëz, pastaj nuk ke lidhje me artistin fare. Mund të shikosh maybe të jep një ide, ndoshta, një hook maybe që mund ta përdorësh. Po edhe ato kur i ri dëgjoj mrapa më them, ka të fare, mund ta bësh shumë më mirë. Kështu që, do të thonë, i mungon ajo gjëja e shpirtit, dhe mund ta përdorësh siç është çati. Çatin mund ta përdorësh për një gjë, një informacion që do ta marrësh në kohë reale, po jo për të krijuar çdo gjë, jo për të bërë një punim që duhet ta dorëzosh diku. Absolut. Që s'mund të bësh lazy deri në atë pikë. Më të ndihmu pak, po. Më të ndihmu pra, është po jo më ta kryj këtë punë. Me të ndihmu shumë. Po pra, siç është teknologjia. Po, siç është teknologjia që është mjet fundja, dhe duhet përdorur me masë për me të ndihmu për me kryer një gjë kështu, një hamallik, siç i thojmë ne. Po jo për me bërë gjithë gjën. Jo, absolut. Gjithë shpirtin e gjës, tekstin apo. Unë atë album që po dallohen shumë, sa desha me thënë. Unë atë album që e kam bërë janë këngë të vjetra të mia që janë publikuar. Janë të publikume, janë zhondër rap, më thonë rap, hip-hop. Me AI i kom thonë vesh zhondër e tjera. I ke basi cover të këngës tënde, e kam provu dhe unë atë po. Soul, yes. Jazz, R&B, tamën, qëto, vesh kom eksperimentu një farforme, më ka pëlqy që shka sound. E ke hek Marokun. Fix. E ke hek Shrikin. Okej, dëgjues të Radio Dugazhin dhe Or Studio, jeni rikthy me mu Fesionikun, me dy mysafirët e me, Olimpien dhe No Name-in apo Servetin. Po ty kush ta ka vu emrin? Unë e kam gjetë në Smoky. Ah. A jeni gati për një segment pak më zbavetës, ku i kena 15 pyetje? Sure. Janë pyetje të shpejta, kështu që DJ Enz apo na ndihmon. Shkojnë. Olimpia, kush është njeri më proud në familjen tonë për ty? Mami. Okej, No Name? No.
Shkruaj 10 euro. Dhe I përmendën nonat. Shout out to our mom. Jo, be We nonat love frije you, kanë. mommy. Olimpia, të I shikon superhero. Mami, me mira. A dhe njerë, më që të ndërprejma. Ska që thjesht isha. Pata një moment dashniet për mami. Olimpia, të I shikon superhero, kush I shikon? Clark Kenti, jo, Supermani. Clark Kenti me syza. Clark Nice. Sa me thonë diçka ndryshe. Okay. No name? Spider-Man. Okay. Jushi, mos more. A disa I ka thonë Edi. Spidey, our friend. Olimpia, a disa I ka thonë Batman e Spider-Manet. Qa I ka Shka thonë? ti? O sot kjo humori jot sot. Sukses në karrierë, andashni. Karrierë. Edhe një des u bë këtu, 3 ditë. Po unë e them kë nga që kam dashnin, prandaj. I ka thënë mas ne, No name? Shout out to my baby. Kur nuk e ka kallëzu të doshërin, a? Në kamera kështu. Jo, moni në kamera sekret, jo. po. Jo, po kur më pyesin e pranoj. Po. Që kam dikë shumë të rëndësishëm jetën time. A e ka dhe kë jam një no name, a ka jam? A o ka dhe kë no name? Jo, sepse është njeri që është privat, është komplet e kundërta ime. Nuk do fare të ketë spotlight apo gjëra të tilla. Kështu që edhe unë I respektoj dëshirën e tij. A për thirrën? A vjen gji? Do vish pak zero. Që se vjen me jep një puthje, Jo. një kong dashnie shpejt, Dëgjues të Radio Dugazhini për herë të parë ekskluzive I dashuri I Olimpjes. Një hug shumë cute atë. Falënderit. Kjo dëgjues dhe shikues të Radio Dugazhini nuk u kone montume. O gjithçka ishte spontane, amazing. Okej, vazhdojna. Edhe unë nga turpi nuk e putha, zemër sërë që së putha. Valla mbuz nuk e puthe. Jo, nuk e putha. Hajtë të ma vonë. Ma vonë. Olimpia, kur je mërzitshëm, çka bën? Flas me... Okej. No name? S'po kujto qa bëj, ngoj muzik. Nga muzikë, okej. Olimpia, shprehja ma që çuditshme që e ki. Hangërt mortja. Dion, në gjë e tillë ndoshta. Sa se çuditshme. Tash mos pe han mortjen, çka mortja. Ti kemi gjuti të shpreh. Jo, se pas më dëgjoj. Seriozisht e ke? Hangërt mortja? Çfarë është mortja? Mortja është vdekja. Qysh morë. A shprehje plakash, o burr plakash shqiptare. Gjyshesh, jo. Okej, nuk kina shprehje, ha? Nuk kina shprehje të çuditshme. Po kjo nuk ishte e çuditshme enough për ty, ti as nuk e dije. Ja, okej. Right? Ma montoj shtovish nejse. No name. Ta. Po, vazhdo. Ti, shprehin më të çuditshme? Shprehin. Pjalla hile. Kështu. Me dorë. Se me nëj kështu. Shpia dhe i ki. Ali. Olimpia, ushqimin që kështë hongër çdo ditë jetës tonë. Qoftë si dosh me zgjedh një. Pasta. Pasta, okej, no name? Speca me vo. Bravo, me vlo. Pasta për makarona, jo për... Se mos mendosh për amilcina, makarona. Jo, pasta e themi makarona. Okej, good. Jo, e ngatrojmë ka njerëz. Kritika që ta japin mos shumë ti, shoqënia. Që jam egoiste. No name? Që toleroj, në është ta. Toleranti. Oh, wow. Serveti tolerant. Toleranti. Laktoz tolerant. Intolerant që kam falë. Olimpia, qa ki fobi? Plakjen. Plakjen, Po. Fobi. Nuk po më kujto, diçka muj me thonë, është ta... Mi bo flok qel. Po, me mra flok, për shumë. Okay. Olimpia, filmi preferu? Që është kjo pyetje e keqe? Ka shumë, Ka shumë. Po me gjitha atë do them atë my comfort movie për gjithë jetën. Death Proof I Tarantinos. Good one. Adoroj me shpirt. No name? Me definon. Interstellar. Shi. Okej. Po lidhët së të që në shku në honë këta haverat. Olimpia, që se ju që të karrierë, qka? Qa kështë e bu?
Nuk e di, kërcimtare në Kuba. Bisha ka. Sommelier. Sommelier. No name? Jo, e gjeta. Hajde. Parfumiere. Jam vdes për parfumet e për fragrancat. Definitivisht. Akord po. se profesioni, ja? Po si s'ka? Parfumiere. Ore shkon studion 5 vite, edhe bëhesh parfumier, që prodhon, pra je tamam si shkencëtar I parfumeve. Good one. No It's a name good te? one. Nëse si marrë me muzikë, isha fokusu vesh studime deri në doktoraturë. Po të çfarë drejtimi? Po dhe doktoraturë. Kisha studiu për jetë. Jo, atash kjo është pyetje tjetër. Kjo pyetje tjetër. Unë Kokërshpinologjia. A din çfarë? Kokërshpinologjia. Duket se nuk ka nevojë ta thuash. It's self-explanatory. Kisha studiu psikologji, kisha vazhdu studimin, se unë diçka tjetër, po me psikologji kom studiu vetë shtëpi dëshirës teme, Okay. si autodidakt, jo në universitet. Nice. Olimpia, stani ma ishtë rajtë që e posë të dënë. My man. I po mendoj kështu dhe... Po pra, e kuptoj që materiale thuati. Ku di, makina. Çfarë makine ki? Që po të duhet. Thash me tablet, po vish po të çfarë po të duhet. Okej, makina. Yes, makina. No name? Makina. Shtëpia. Jo, pa ja u këshyr kerrët se lo mas dhe jeni të më fëllerot. Olimpia, sani fundit që e ke vetë ChatGPT-n. E pyeta po për kolagjen më duhet. Okej. Mirë, no name? Me ma ndresh një email. Me të ndresh një email. Po. Pas ke pas punë fix. Po. Unë për budallik, do me thënë e pyeta. Cila fjala që e përdor kur je nervoz? Fjalët këshia, shumë, po. A janë shumë. Po. Fjalët, gjithë fjalori më I keq A shqiptar. shonën trafik? Po. Shaj trafik nuk kam durim. Edhe para kaloj shumë. E pse në Shqipëni me hin rreth, kanë përparësi këta që jënë du hin rreth dhe të na ka rrethi. Edhe ju shqiptari jeni, jam I sigurt që do ju e shkeni. A kena të ndryshme çto rregulla të rrethit? Se di, sorë që më karon shumë ashtu në Shqipëni me... No, ne, cila fjala që përdor kur je nervoz? Shoj kam. Okej. Shoj. Mos shoni se s'bën. Mos shani më njerëz, ç'është. Olimpia, kur untosh në çfarë gjendje emocionale je? Kur? Kur untosh, kur je uritur. Unt, çfarë, kuptova. Unt, je. Çfarë gjendje emocionale? Po, E untume pra. fix. Okej. Po. It's self-explanatory. Sa do e thoj? No name? I unë. I unt, okej. Edhe fundit. Ja carum. Ja tharuar. You're like... Edhe fundit është pozita preferuar në gjumë. Çfarë pozite flan? Anash. Okej. Por më e mira që duhet lesh në shtëpinë, që të mos bësh rrudha. Okej. Në shpinë. Që njeri pa rrudha. Okej, faleminderit, këto kanë 15 pyetje të shpejta. Thank you. Thank you. Po shkojna me që të super energji, no ne ma jena gati për Audi e tha s'ke kerrin. DJ End, let's go, No Name live në Radio Dugazhini, or studio, Audi. Edhe pak instrumentale. Edhe pak. Hajde me Mufis. Edhe pak. Në gjeni. Hey.
Mat ma pulsin kur jem studio si këndusi. Pe kërkushit e dikushi pijan pëshë. Sun ma kapi mu diskursi pe në tokis deri maje. Pe kur qkafit e fitusi juv në masa dhe të rusi. Tu si jam pandemik. Jeta shumë e vogël kur jetohet pa rrezik. Njeri ka fuqi e bën so menja ka limit. Ngrej unë çdo sa gravitim. Sheri u dhe s'do vetut na bona klandestin. Që piko fjama në nem si komuna peshtim. Drep shajn bajt si me fshive më vari ken. Vi ngrien si me kthy në manikin. Fmera girav mi hap çona asteroid. I'm spaced out hip hop maragli vazhdojnë Honda do të grupi manjaka rap edhe hip hop. I'm still bun still you he on granim po zombie shvajs t'jauni. Juice got juice devil do bars grizzle. Kom studio that me loja feeling chobe si me ka shot time and project the provide the protective për vendetta me klikin te lekët i moj 2 orare panderim tu punu me këtyre ore aspirate në ndërim mi këto ujra e si reci balerin feeling say si Valentin bitch is so fly hit them si kur javelin Kysa refren kjo kod për ty tu dope kjo kod për ty pis ba me kry ba me kry ba me kry ma flow tra folk të jem vëll si kur rim si kur tel e për qaj për ty ba me kry ba me kry ja jetën art mirë se vjen këshur ma galerin çdo hap që e bëj farmaci si shakon këtu sot pa jarani we get money arabi Salamandi flow pështy me anarki I just spit bars dërti mënyra ma e për shtir flex u kryva unë min tatu ishnik e tira për dëshir prezenc prestige original pristine e vras këtë beat vokal dëshmin si mes nif cocaine kumnin you have retin not making bounce mo head sin trampolin me off parodia beyond drama juve drama queens Follow me, tu e djek si Kali Weed Majesty, bimbi juve paransi Veturi, një fshi rrugve pas tërti Kena rreth mas rrethit si vetur Audi Kësa refren kjo kvot për ty Tu do kjo kok për ty Bo me kry Bo me kry Ma flow tra folk të jem vëll Si kur rrym këtë tel Si kur tel e për qaj për ty Bo me kry Bo me sy Nuk e ndhen avdia po audia No name Audi live performance Super energji nga dyshja Olimpia dhe No Name Sa bar i bukur, jeta shumë e vogël kur jeton pa rrezik. It hits direct. Shumë e bukur, love that. So good. Po vazhdojna me këtë super energji me segmentin a është okej. I kena 5 pyetje për juve, keni më tregu a është okej a nuk është. Kena me tregu ose s'kena me tregu? Po da. Tu pa. Servet. Atë se po tirë. Dërgoj shumë falje. Po shkri. Për këtë që të kam bërë sot. A është okej me make love të ngu këngët e tua? Po. Absolut. Okej. Olimpia? Pse ja? So ngon Hulken ma mirë vetën. Së mos me specific songs që janë pak ma. Pse ja? Okej. A është okej me anullu studio session se ki date? Po. Jo. Bravo. Po të shi, pse e len date-in njëjtin orar me studio sessionin No Name? Pse vlo? Pse i len me crash? Jo, s'ka ke serios. Që vlo njeri. Okej. A është okej me pranu dhurata prej fonsav anonim? Anonim. Po. Olimpia? Sure. Okej. Pse jo, do të thonë pse jo? A është okej mos me lancu një kongë veç të ka bu bajat? Do këtë e kishtë ta. Duke sigur e kam bata, sigur e kam në gjuhë veti 100 herë të kam thënë, okej, varja. A ka ndodhë, Po, edhe mund këtë ndodhë, por nuk besoj se nëse është e mirë për ata që marrin vesh, mbasi duhet ta provosh ta nxjerrësh gjithsesi. E mira është fund fundit dhe në fund ditës që të prodhosh dhe të nxjerrësh sa më shumë. Nuk ka rëndësi se ç'a janë. Perfeksionizmin e lën mrapa. Me ta drejtën. Na lën. Njëri ma perfeksionist. Trust me se kam nga eksperjenca me të shku nga një këngë 2 vite, është komplet çmenduri dhe budallik, sepse lën vetin mrapa. So, më mirë nxjerrja aty
le ti shash mbrapa, le të shajnë tjerë të punë e madhe, po të paktën i ke nxjerrë dhe ke punu mandaj për tjetrën. Fix, nuk e ke atë what if, çka. Po, e nxorë varet që move on to the next one. Okej, nonim. Vazhdo jetën. Jo, dhe unë njëjtën e menoj. S'menoj që është okej me mos me nxjerrë një këngë veç se tu ka bo pajat. Okej. Nxjerrë një këngë artista që bojnë, nxjerrë një këngë do më shumë. Okej. Do it. A është okej Yeah. me shkru dikush tekstet për ju? Të themi përgjigjen political correct. Shiko, okay është, sepse mund të ketë dikush që koncepton një gjë shumë bukur për ty dhe thotë, ky tekst është fiks për ty dhe ty do të pëlqen e merr, patjetër. Po nuk e di, unë gjithmonë kam menduar se si artist kur krijon dhe vet, duket sikur është e nevojshme me shkruajt ti, sepse kush më mirë se ti nuk të përshtatet asaj që do më bëhet me këngën tënde. Nuk e di, më duket sikur është shumë e rëndësishme që artisti ta shkruajë vetë këngën. Me ta shkru tekstin dikush si me hecën këpucat huja, dyqysh, a? Po not necessarily, se për shembull një tekst i Nonemi që ka ba unë pëlqen shumë dhe i kam thënë do ta marr atë tekstin, po do ishte elementet mia, se do të thënë do e punojmë bashkë. Pra mund të jetë një formë e tillë, nuk është gjëja bardhëzi gjithmonë. Bro, njëjtën e menoj dhe unë menoj që shumë është okej nëse veç tekstshkruesi përshtatet natyrës tonë. Po. Edhe realisht bëhet funksionojnë jashtë ashtu e bën. Industria e muzikës absolutisht. Ka vokalista që tash tregojnë ty, jo tash, ka pas edhe gjithë ka profesionista që tregon jetu kënu mirë, dërgoj manat zonin, zgjate pak tash. As diskutohen. Është okej. Ti e bën prezantimin në fund të çati teksti. Po. Edhe te na. Ai është plus për artistin, po që nëse e bën dhe tekstin, okay, super. Është absolut. I edhe më i kompletuar si artist. Amo me shkru tekste, po, merr për me ardhe në çat pik, duhet shumë kohë, edhe duhet shumë punë, edhe duhet me ndosht, absolut duhet me ndosht shumë. Mirë, faleminderit. E kom shtu një segment për juve sot, se me qenë se Olimpia është për Shqipënisë, Nonemi është nga Deçani. E kena segmentin Kosovë vs Shqipëri. Hajde herna. Unë e me përmen një sen, edhe ju keni më të regu kush i bën ma mirë. Oh, okay. Flia. Kafet. Shqipnia. Kosova. Nuk e kështu do jem përgjigje ty. Muni mu me argumentu, kështu si në debat politik. Ja, unë menoj që se na I kena ata që punojnë me fakultet, pa lidhje. Po e dëgjoja seriozisht. Po mendoj që për ta shoh një argumenti që do thotë. A ke ndonjë kundër argument? Kam, ne I marrim shumë nga italianët kulturën e ushqimit dhe të pijeve jashtëzakonisht, dhe ata janë mjeshtra të kafes, cappuccino se çdo lloj produkti nën produktit kafes, kështu që mendoj kemi ecë shumë me kafen, kemi vërtet shumë të mirë. A e thuhet espresso express? Espresso macchiato. Por favore. Okej, gocat, çunat. Kosova Shqipënia. Çfarë? Çunat. Çai ka? Ai ka më të mirë. Çunat. Jo. Kush I ka po të pës? Kush, po pra, se më pyete çunat Kosova e ka më të mirë. Jo, pyeta Kosova a Shqipëria, çunat më të mirë. Njësoj. Okej. Njësoj. Jeta natës? Jeta natës? Shqipëria, për mua, Tirana është on top. Shqipëria. Po, na ke dola ne, ha? Po shpejt pas kënë këthy mërë e vëllë. Ja, moti. Të ratraltar. Mërë. Emisionet televizive. Dinë dhe ti këtë përgjigje. Pse? Mos më thuj që jetë, nëse se në radio jetë, nuk ta nëzirë. Nuk ka, Shqipënia. Unfortunately, po Shqipënia... Emisionet në radio? Dush me thonë vëlla. Nuk jam shumë aware për emisionet në radio të Kosovës. Për nuk mund ta them. Po Shqipëria është shumë mirë edhe në radio. Është najna më të fort. No name. Emisionet televizion, menoj që Shqipënia. Adin s'kom në sen kundër këtu. Në është nga që ka një experience më të gjatë. Shqiptar, na. Veç që e thujmë puntot epizod, më pranojnë. Kanë nga italianët. Puntata. E kanë nga italianët. Përshëndetje puntata.
Të thash ndikimi italian është në shumë fusha. Amo Olimpia është në media. vërtet që në emision më të mirë kur si e konë. Po vallaj, në një podcast më të mirë ja. Për në me? Faleminderit. Për në me faleminderit. valla. Po unë e bukur është që unë Si më konë e podcast prisja. kur. Jo, more, sa negativ që je. Jo, do thotë thjesht që e prisja që do kënaqesh kaq shumë, do ishte kaq cool. Shoqër që kërë ke kënaqur se çfarë pritshmëri pas ka pas mu dëshpëru mas ne, s'ke po veç. Jo, është e kundërta. Kisha pritshmëri të mira dhe dolën shumë të mira. Faleminderit shumë. Po. Dhe rrugët, kush i ka më të mira rrugë? Autostrada e Kosovës apo Shqipërisë? Kosovës. Vetëm po, kjo, këtu. Vetë rrugët. Ose e Fierit, për shkak kemi të Fierit, ne që e kemi shumë të mirë. Edhe që thonë unë me nxënaj pranaj diçka, sa vetëm këto hajnë. Unë tharë se do mbyen ai pyetje tipit muzika. Po për muzikë dihet si kosovarët. Vërtet, a? Po të ma lije mua ta thoja. Varqa muzike gjësim. Super energji në Radio Dugazhini, orë studio. Jena dhe kret në fund, po në fund e kena, zakonisht është artist vs DJ, po me qenë se jeni dy. Okej. Tash është rradha DJ Enzit. Enzi ka milshu 5 bita, një nga një. Vetëm 5 sekonda i keni për me dëgju. Le t'i gjejmë. Doni me qellu emrin e këngës dhe artistin. Unë jam referi. Qaj që fiton i shlyot burgji. I pagun ai tjetri. Sa kishe ti noni? Vësare i kokë, i lirë. Unë nuk e di sa, unë e humba sensin. Okej, shkojnë atë DJ Enz me bitin e parë. Let's go. Maria, Maria. Po vetëm se mos është varianti i Rihanës me atë DJ Khaled. DJ Khaled dhe Rihanna. Emri këngës? Po nuk është Maria. Prit. I don't know you can take it. I know you want to make it. Wow. Wild thoughts. I had to sing it që ta mbaj. Një 0 për Olimpien shënon nga penaltia. Me shtyll, diçka që ka hapë çet gol. Disi po. Me zër. Cross. Okej, shkojnë me këngën e dytë. Jo, zot. The Real Slim Shady Eminem. Okej. Shpejt ka barazu. Ma theu direkt. Një DJ Enz super lojo të shku. 2-0. Një me një. 1-1 more ti. 2-0 thot. Mos bë hile, as bën, okay. Mos vë hile. Veç pak, a bën varin me këtë ku vari. Shkojna me këngën e tretë, Enz. Kendrick Lamar. Jam në këngës. Prit. Bow down, humble. Yes. Be humble. Yes. I'm a bitch. Sit down, bitch. Be humble. Okay. No, nejmë pak më i shpejt vëlla. Ja, unë po do. Ja, Slim Shady. Hatë mërti. Çeria fore. Justifikive. Si të thonë cila këngë. 2-1 për Olimpien, një gol super e nxehtë. Shkojna me këngën e 4 DJ Enz. Let's go. Beyoncé, Nasty, Naughty Girl. 3-1 për Olimpia. Pak Nasty, pak Naughty. I feel sexy. 3-1 për Olimpien. Hajde pelshojnë atë fundit veç për sa për syje faqe. Shkojna. Hajde. And Travis Scott, Highest in the Room. Çfarë Olimpie debakël Matër me një. në stadionin Radio Dugazhini. Do këngët ishin hip-hop shumë, si kam si të munda unë në fushën tënde, more. E kena Miki fiki. Mos Mos më pështall. Duhet. Në stadionin e Radio Dugazhinit fitimtare Olimpia. Njerëz u kënaqën. Thank you, ishte super nice. Apo do më na kënu coverin për fund? E knojmë. Pe knojnë. Si dush? Po pe knojnë. E knojmë, për qef. Është shkurtër 2 minuta. Kojna me një cover të Olimpias. Kjo i do dritat e ulta, po s'ka Why qojmë. don't you do right, Jessica Rabbit, ha? Po.
Po. Attention. Shumë kolera jeni çuna. Shkojna DJM. Had plenty money, 1992. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? I said, get out of here, get me some money too. Sitting down, wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? I said, like some other man do. Get out of here and get me some money too. I said, get out of here, get out of here, get out of here and get me some money too. Get me. Why don't you do right like some other man? Rreva shuploka para vokti, po. Nuk e prita. E dihet e talent qëllimisht ajo më pëlqeu ky versioni që shef. Get me some money apo qiti paret. Ku jam parë. Dua lekt, ku I kam lekt e mia? Give me money. Give me my money. Give me my money. I need my money. E jena knoq pasha. O, sa u knaqe çuna. Olimpia, no name, falënderit shumë që ket, a keni ndaj sa për fund më shtu? Asgjë. Jeni shumë të mirë, both of you. Faleminderit. E DJ na harrove. I gjithë ekipi në fakt shumë I mirë, edhe energjia shumë Falënderit fantastike. shumë të uroj shumë sukses edhe shpresoj që kena më po Thank you, përsëri. thank you. Një kabare komë ardhë. Duhet vish patjetër, po edhe unë du shumë që të vi këtej nga ju. T'u asjell shfaqjen këtë në Prishtinë. Mendjes po pres, edhe po besoj që do ishte një super ide për me bërë një shfaqje të tillë në Kosovë. Patjetër. Mendoj që Faleminderit. duhet. Yes. Nuk ka këtu apo jo? Nuk ka. Apo e pra që kërkesë Më në lërë ta treg. pyes ChatGPT-n. No name, falënderit edhe ty njëri. Faleminderit edhe ju. Të uroj shumë sukses. Faleminderit shumë, ke tepër kënaqësi, tepër nice vani këtu, stafi gjithçka profesionale, tepër fort. Vishuroj suksese edhe pres herë do kur do prap. Patjetër. Yes. E keni derën qel. Që kjo pak fore, e keni derën qel kur dënë, edhe kur si thirrën ma ke. Okej, dëgjues të Ky që thot sa u knaqja me ju kështu, kur më? Ti thot të ekipit, këta dy kur? Këta dy mo. Këta dy. Jo, Never again. asnjëherë jena super knoq, energjia u kon në nivel. Dëgjues të Radio Dugazhinit, falënderit shumë që najtët me neve sonte, me neve kanë Olimpia, edhe no name, falënderit DJ Enzit, falënderit Trimit, falënderit Denizit, falënderit Arit, falënderit edhe shokut ton atje që na bënin një special appearance. Kjo ke ketë me mu fisin, na veç fijemi javën tjetër, natën